Luizi ka zgjedhur që mëngjesin e sotëm ta nisë me një nga momentet më të bukura që mund të përjetojë një baba, duke marrë përdore vogëlushen e tij Luna Mari dhe duke e nxjerrë për një shëtitje të qetë pranë liçenit. Në një video që ka publikuar pak më parë, shihet dora e tij duke shtyrë karrocën ndërsa e vogla shijon ajrin e freskët të mëngjesit, me pamjen e gjelbër përpara saj dhe qetësinë që vetëm një mëngjes pranveror mund të sjellë. E veshur me një xhub jeans të kombinuar me atlete roz dhe një bisht të vogël lart në flok, Luna duket si një engjëll i vërtet që po shijon çdo moment në krahët e babait të saj. Ndërsa kamera kap këndin nga sytë e Luizit. Ndjekësit janë ndjerë të përfshirë në këtë moment kaq të ndjerë, një shëtitje që flet më shumë se mira fjalë. Ky moment i thjesht por shumë i rëndësishëm tregon edhe një herë se sa i përkushtuar është Luizi në rolin e tij si baba. Një baba që gjen kohë të krijojë kujtime, që gjen qetësinë tek hapat e ngadaltë pranë liçenit dhe tek buzëqeshja që Luna i dhuron çdo mëngjes. Kjo është edhe një nga arsyet pse publiku shqiptar vazhdon ta mbështesë dhe ta dojë gjithnjë e më shumë. Momente të tilla të thjeshta e bëjnë Luiz Ellin të duket edhe më i madh në sytë e publikut. Një artist që nuk ka nevojë për skena të mëdha që të bëjë bujë, por përjeton çdo ditë me sinqeritet dhe dashuri. Komentet kanë vërshuar menjëherë në video, ku ndjekësit e përgëzojnë për këtë dashuri të madhe që po i dhuron Lunës. Babi i vitit, sa fat që je baba i saj, apo ky është momenti më i bukur i ditës son, janë vetëm disa nga komentet që kanë marrë vëmendjen. Me këtë shëtitje, Luizi jo vetëm që ka krijuar një kujtim të paharrueshëm për Lunën, por edhe për të gjithë ata që e ndjekin dhe ndihen të frymëzuar nga dashuria e tij. Sepse dashuria e një babai është një melodi që nuk ka nevojë për nota. Dhe sot, ajo melodi u dëgjua nga të gjithë.